Mirdita, sot po bëj për drejt bizele të gatuara. Bizele që janë të kohës, janë tashti në këtë kohë vijnë të gjitha të njoma që qepe njome, bështaja e njome, gjitha të kohës. Kam atë nxerë në zjarë me pak vaj ulli dhe kam po hedh qepën. Qepën të njomë, si që është bizelja e njomë, edhe qepën e njomë nuk e përdor qepën e thatë. Kam hedh vetëm vaj ulliri brenda. I hedh pak frit, i qep atë lëshon që kuj vyshke. Është i gjelle shpejt, e shishme, gjelle kohës, tash në këto mezi e priqim të bënin bizelet e njoma. I shtoj pak vaj akoma. Vaj e hase nuk është me mish, nuk e bëj me mish, më duke si kur i prish shien, kur janë kështu të njoma. Më pëlqejnë shumë kështu. Nuk para e përdor mishin, aq shumë. I bë kapakun një 4-5 minuta, sa të vyshket një qik kepa. U vyshk, sa të vyshket kepa, nuk ka nevoj shumë të skuqet. Shtoj 3-4 felpa hudrave të grira holl, në copat vogla. Këtu kam dhe patate dhe karrota. Patatit kur janë të mëdha i pres në copa në mes, këto janë të vogla dhe i hedh komplet. Edhe karrotat kaq përre. Është një gjelle shpejt, gjelle mirë. I lë prap një 4-5 minuta, kështu si qenë patatit, karrotat dhe qepa. I lash pak sa marren me qepën bashkë karrota dhe patates dhe i lë të gjitha pasaj që të zihen në një kohë. Tash e bizelet. Bizelet i kam dhe bështaja dhe kokra. Nuk janë bizelet, këto janë të freskëta bështajat. Dërsa kokrat i marrim veç në supermarket. Nuk i kam të freskëta, këto janë të freskëta bizelet e njoma. I kam në qese të vogla, këtu të vogla, në 150 gramshe. Edhe hedh dhe bizelet komplet. I lë pak të gjitha bashkë, një 3-4 minuta prapë. Mas 3-4 minutave bashkë që i kam hedhur të gjitha, shtoj dhe di luksac. Ka raste që nuk i shtoj fare, por i shtoj pak sa për ngjyrë. Se këto nuk kanë fare nevojë që të shtosh salcë. Vjen era e bizeles e njom, knaq. I hedh dhe kopër. Kopër i hedh një tuftë të mirë. Nuk do erza të tjera përveç se koprës. Unë koprën përdor. Kopra shkon shumë me bizelen.
ka ujë të valuar, i hedh ujin tash për të zier. Është një gjellë e shpejtë, siç u thash. Edhe e mirë, del dhe e mirë. Sa ti mbuloj me ujë, po të ke nevojë për më shumë pastaj për zirje, do t'i hedh prap. Atë e shikon ujin për zirjen e ato e shikon. Do e shikojnë çik për krip tash, të ta marrën kripën gjatë zjerjes. Don krip. I shtoj dhe pak piper të zi. Tashi do të shoh sa kohë do më haj për zjerje. Masi gjysmë ore fiks, gjella është gati, kanë zirë të gjitha, njerë që të knaq me aromë, patatja ka zirë zhbëtru, karota po ashtu, bizelet po. E kam zirë vetëm me ndyrën e saj, jo me lëngë. Po e nxjerrim në pjatë. Am një di karota. I shtoj pak vajullirit në pjatë. Dhe pak piper të zi. Kjo është gjella me bizele të freskëta, patate, karota, gjellë që është për këtë kohë. Ju falenderoj për shikimin, ju uroj shëndet dhe një ditë mbarë.